Mirëmbrëma miq. Familja është vendi ku nis gjithçka, dashuria, karakteri, siguria dhe besimi. Sot shumë familje jetojnë në të njëjtën çati, pa ndërtuar domosdoshmërisht një shtëpi të vërtetë emocionale dhe shpirtërore. E për të folur për këtë temë shumë të rëndësishme, ne kemi në studio Orgert Vlasha, është psikolog klinik, është drejtuesi i organizatës Master Seed Counseling Ministry në Shqipëri, duke ndihmuar shumë individ dhe familje në sfidat e tyre. Ne sot do të flasim për cilësitë që e bëjnë një familje të shëndetshme dhe si mund të ndërtojmë një shtëpi të fortë. Mirë se na erdhe. Faleminderit. Kënaqësi do të kemi në studio. Faleminderit që ke ardhur për të folur për këtë temë të rëndësishme. Vazhdimisht i kemi dhënë hapësirë temave të tilla, familjes në kohët në cilat ne jetojmë, Orgert. Kur flasim për një familje të shëndetshme, çfarë kuptojmë në aspektin ose në këndvështrimin emocional dhe shpirtëror? Atëherë, faleminderit një herë për ftesën. Kjo është një temë shumë e gjerë, edhe ndoshta do të duhen shumë kohë për me folë, por do ta koncentrojmë në disa pika kryesore. Në aspektin emocional, gjëja që është më e rëndësishme është që anëtarët e familjes, duke filluar bashkëshortin dhe bashkëshorten, të jenë duke nda ato nevojat e tyre emocionale, duke qenë edhe më të cënueshëm njëri me tjetrin, duke nda ato gjëra që ndoshta edhe ato nuk ndjehen mirë, se në përgjithësi çfarë ndodh është që sidomos në marrëdhënien në çift, ato mundohen që më shumë të ndajnë gjëra pozitive. Por kur anëtarët e familjes ndajnë ato çështjet që me vërtet i shqetësojnë atyre nga ana emocionale, kjo e bën një familje në fakt më të shëndetshme. Pavarësisht se në fillim ndoshta mund mos ndjehen mirë, por kjo i bën ata që në fakt të jetë shtëpia një vend i sigurt ku ata mund të flasin. Në aspektin shpirtëror, sigurisht është fjala e Zotit, e cila është ajo busolla që na mban neve që të ecim përpara. Dhe është fryma e shenjtë e cila na bind neve që të kërkojmë falje atëherë kur ne kemi nevojë për të kërkuar falje. Kështu që për sa i përket edhe anës shpirtërore, unë besoj që edhe për ne si prindër, po flas edhe për veten time, është shumë e rëndësishme lutja në radhë të parë si në çift, pra në lutja që unë duhet bëj për bashkëshorten time, por gjithashtu edhe lutja për fëmijët e mi, që ato të rriten të perëndishëm edhe që ta duan Zotin. Po. Orgert, nisur edhe nga eksperienca jote personale si familjar, nga realiteti që ke parë, shembujt që ke parë, dëgjuar, këshillimet që ke bërë, si do ta vlerësoje gjendjen e familjes në Shqipëri? Atëherë, gjendja e familjes në Shqipëri nuk është aty ku duhet të jetë, për shumë faktorë. Kur po shikoj statistikat e Instati, në 2024, është ndër statistikat e fundit, tregon që rreth 20% e familjeve, e çifteve përfundojnë në divorc. Në fakt, pavarësisht se ndoshta mund duket një statistike vogël duke e krahasuar me vendet perëndimore që e kanë diku te 50%, këtu nuk futen ato familje që nuk kanë përdorur gjykatën për të ndarë, kështu që kjo nuk futet në këtë kategori. Dhe gjithashtu ka edhe familjet e tjera që janë kriju pa bërë celebrimin që pastaj edhe mund të ndahen. Kështu që në aspektin e shpërbërjes familjes shqiptare, fatkeqësisht nuk jemi duke shkuar në rrugën e dur për shkak se kemi më shumë divorce. Nga ana tjetër, nuk duhet që të flas vetëm në aspektin negativ se çfarë po ndodh në Shqipëri, por unë mendoj që kemi edhe aspekte pozitive, të cilat më shumë futen në traditën tonë si shqiptar që e kemi familjen si gjatë të shenjtë. Kështu që në këtë këndvështrim mendoj që ka edhe anë pozitive dhe anë negative. Po, kemi edhe modele të mira. Po, sigurisht. Mira, sigurisht. Cilat janë disa shenja paralajmëruese për një familje që tregon se është një dinamikë jo e shëndetshme? Në fakt, kur po reflektoja mbi çfarë do të jenë ato shenjat paralajmëruese, gjëja e parë që në fakt më erdhi në mendje është se në përgjithësi, shenjat paralajmëruese vijnë përpara se të krijohet ajo familje. Unë kam punuar edhe me çifte, të cilët pastaj kanë krijuar familjet e tyre, dhe ndërkohë në bisedat që bëj me bashkëshortin ose bashkëshorten, ato zakonisht ndajnë që thonë, shiko, ishte një shenjë paralajmëruese që unë e vuna re, që për shembull po marrim që bashkëshorti ishte pak xhelos, po thash me vetë, hajde se kjo do largohet me kalimin e kohës. Po në fillim të njohjes. Por ishin ato shenja paralajmëruese që në fakt personi nuk i mori seriozisht, edhe me idenë dhe me dëshirën e mirë që këto do largohen, dhe pastaj këto i mbartën në martesë.
Sigurisht, kjo është gjaja e parë, që në fakt ne, domethënë, e kemi vënë re. Por, në aspektin konkret, shenjat paralajmëruese në familje, le të flasim radhë parë me marrëdhënien midis bashortit dhe bashortes, është kur bashorti dhe bashortja nuk kanë kohë për njëri tjetrin. Ata më shumë për shembull merren me jetën e fëmijëve të tyre, shko këtu, çej te shkolla, jo do I marru nga kursi, edhe janë biseda shumë të mira, janë biseda që janë nevojshme për familjen, që të eci përpara, por ato pastaj fillojnë harrojnë njëri tjetrin për me ul, për me pi një kafe, për me thonë se cilat janë ato gjëra që ata kanë, që janë duke I shqetësuar atyre. Edhe janë bërë studime që tregojnë që sa më shumë që ne shpërqendrojmë veten tonë në gjëra që janë të rëndësishme, sepse janë bekimet e Zotit që na I ka dhënë, si janë për shembull fëmijët apo gjërat e tjera, kjo pastaj na shpërqendron neve tek ajo gjë që është më e rëndësishme, që të kemi një marrëdhënie sa më të shëndetshme, që duke filluar radhë parë me burrin edhe me gruan. Dhe kjo pastaj direkt transmetohet edhe tek fëmia, sepse kur burri dhe gruaja pastaj nuk kanë këtë lloj një marrëdhënie ku ata me vërtet ndajnë çdo gjë, edhe fëmijët pastaj do fillojnë të mësojnë se çfarë është ajo gjëja që unë do ndaj me mamin apo me babin tim. A janë konfliktet në familje të pashmangshme dhe natyrshëm lind pyetja, duhet të mësojmë si t'i zgjidhim dhe menaxhojmë ato në mënyrë të shëndetshme? Konfliktet janë krejtësisht të pashmangshme, në kuptimin që ne gjithë, dhe fjala e Zotit do thotë, ne gjithë kemi katu edhe ne kemi rënë nga lavdia e Zotit, kështu që ne gjithë do zhgënjejmë, domethënë dikë, një mënyrë apo një tjetër. Çështja është se çfarë bëjmë ne kur kalojmë nëpër këtë konflikt. Në përgjithësi, ne mendojmë që konfliktet janë një gjë negative, një gjë që më bën që nuk ndihem mirë. Kjo është e vërtetë, por është pikërisht dhe konflikti që na zbulon shumë të vërteta në lidhje me zemrën tonë, me zemrën time. Kur unë shikoj që jam duke kaluar një konflikt, unë tash mund të bëj dy zgjedhje. Zgjedhja e parë është të them, a di si është puna? Shpresoj që t'i iki sa më shpejt ky konflikt, do ta rregulloj. Përgjithsisht burrat për shembull mund të thonë hajt po them fal edhe të kaloj tash kjo gjë, por është me vërtet për me analizu pse unë jam duke kalu këtë konflikt. Po marrim një rast konkret, pse jam unë me nerva kur bashortja ime më thot këtë gjë? Pse jam unë me nerva kur djali im apo vajza ime nuk është duke më bind mu? A është për shkak se unë nuk jam duke I dhënë një shembull pozitiv? A është ndoshta për shkak se kam nevojë me vendos ca kufi të shëndetshëm me fëmin tim? Pra gjithmonë konfliktet janë një mundësi rritjeje. Edhe kur ne rritemi, atëherë ne pastaj mundohemi që të kemi më pak konflikte. Po, mundësi rritje, mundësi reflektimi. Kush janë disa nga cilësitë tani më të shëndetshme që ti do t'i veçoje? Ka pafund, por ndoshta më kryesore, është më interes t'i dim për një familje të shëndetshme. Me vërtet ka shumë, por ashtu si që përmenda më përpara, cilësia e parë është, ne përmendim fjalën komunikim, dhe është gjë e mirë që e themi, por me vërtet është kur familja është një vend ku gjithë anëtarët flasin ato gjërat më të fshehta të zemrës tyre. Po flasim edhe për gjëra që në fakt ata ndoshta nuk ndihen mirë ose mund të kenë edhe turp për t'i ndarë. Kjo sidomos është e vërtetë edhe për burrat. Sepse burrat përdorin emocionin e zemërimit si një kamuflus ose mbulus të emocioneve të tjera që kanë bëjnë më shumë me emocionin e frikës apo emocionin e dështimit. Dhe ajo gjëja që unë do inkurajoja çdo për shembull çifti është që sidomos tani burrin këtë rast, sepse shpeshherë kanë pasur burrat si një problem që ka nevojë për të menaxhu, është që me vërtet të ndajnë çdo gjë me bashortin e tyre. Pra, me pak fjalë, cilësia e parë është që shtëpia të jetë vendi ku aty ndahen gjitha emocionet. Si emocionet e mira, ashtu edhe ato emocionet që ata ndoshta nuk ndihen mirë. Në aspektin në lidhje me fëmijët, në webinarin që kam organizuar gjithashtu këto kohët e fundit, shpesh herë edhe unë si prind verej që nuk vendos ato kufi të shëndetshëm për fëmijët e mi. Për shembull, ne dim që një nga ato problemet është telefoni, ku ne ja japim fëmijës telefonin dhe pastaj fillojmë edhe i themi djalit apo vajzës, hiqe telefonin, po nuk krijojmë një lloj
një lloj praktike se si ata duhet ta heqin telefonin. Dhe telefoni është i dizenjuar për shembull në mënyrë të tillë që ta bëj fëmin, edhe neve në fakt, që të rrim sa më shumë aty. Kështu që vendosja e kufive të shëndetshëm është shumë e rëndësishme, por ajo gjëja që ndodh tash kur vendosim ne kufit, më e kollajta është që ne t'ja heqim atë gjë, për shembull fëmijëve ton, edhe të themi, se u rregullu kjo gjë. Por problemet nuk hiqen nëse ne i heqim një diçka, se në fakt telefoni nuk është një gjë e keqe në këtë rast. Mund të jetë diçka e mirë, por ne kemi nevojë që të vendosim praktika të reja. Edhe një gjë që unë kam vure, edhe një gjë që ne përdorim në familjen time është loja. Ne kemi për shembull lojrat ndryshme që janë më shumë lojra në grup. Për shembull mos u nxe. Përfshihemi gjithë. Po, përfshihemi gjithë aty. Tani në lojra gjithashtu ne edhe mund nxehemi, ne mund të aty. Por ajo është ajo gjëja e bukur ku ne aty i ndajmë ato emocionet tona. Ideja është që nëse ne nuk krijojmë atë ambientin e përshtatshëm aty, në familje, ata do ta gjejnë diku tjetër, fëmijët, se ku do të shkojnë për ta gjetë këtë mbështetje emocionale. Dhe cilësia tjetër, mendoj që është shumë e rëndësishme, është kur unë si burr, por gjithashtu edhe bashortja ime, të kemi njerëz rreth e përqark që na bën që me vërtet ecim përpara. Jo njerëz që të kemi edhe të fillojmë edhe tankohemi me ta në lidhje me familjen time, po me vërtet na nxisin, na inkurajojnë. Me pak fjalë, të pasurit një rreth mbështetës, ku ne marrim prej tyre dhe japim gjithashtu, është shumë e rëndësishme që ne të jemi bashkëshort më të mirë, por gjithashtu edhe prind më të mirë. Pra të kemi shembuj të mirë rreth e rrotull, të zgjedhim edhe ata që rrim edhe shoqërinë që ndajmë. Je duke thënë? Po, është shumë e rëndësishme, sepse çfarë ndodh është që edhe unë mund të bi shumë kollaj në këtë kurth ku në kafe me një shok mund t'i them që këto sfidat e mia që kam me bashorten, jo ande, jo po këtej, edhe nganjëherë vijnë krejtësisht natyrshëm dhe kapin veten duke u anku, edhe çfarë mund të ndodhi është që pala tjetër me bë mua që të ndihem mirë, fillon thotë, çfarë sfide ke ti, ose mund bëj edhe mund jetë më keq me më thonë, kjo nuk është gjë hiç, po çka kemi dëgjuar neve ose ç'a bën për shembull bashortja ime dhe kalojmë pastaj në këtë rreth vicioz ku ne fillojmë që të ankohemi për personin më të afërt zemrës time edhe për fëmijët tonë. Kur ndërkohë çfarë duhet bëjmë neve është që të shkojmë te një person t'i themi, po kalojmë këtë sfidë, nuk po di se si me zgjidh këtë gjë. Edhe këtu është pastaj problemi, sepse këtu është pastaj të pranojmë ne dobësitë tona. Edhe a du unë si Jorgert, që po flas edhe si Jorgert për shkak se kam marrë një trajnim, kam bërë një shkollë, merrem me këtë punë, që edhe kur dështoj, a du të shkoj tash edhe unë për me kërku ndihmë, dhe përgjigjja është shumë e qartë, po du të shkoj. Pra, shumë e rëndësishme me çfarë po kuptoj unë, të mos përflasim njerëzit tanë, familjarët tanë, të përflasim në sy të tjerëve dhe t'i bëjmë si negativ ose kemi probleme. Mënyra pra se si qasemi dhe shprehim atë lloj gjëje. Edhe sidomos përdorimi i familjarëve, dhe këta kemi vënë re edhe në këshillim në qift, edhe në këshillim familjar, përdorimi i familjarëve ku ne shkojmë aty dhe i nxjerrim gjithë ato emocionet tona për shkak se janë familjarë tanë, është motra, është vllai, mund të krijojë një bumerang ose një rreth pastaj vicioz ku i bojnë pastaj ata që mos ndihmojnë për më shumë që të marrin krahun tënd. Sepse familjari yt për shembull gjithmonë do marri, ose po themi në përgjithësi do të marri krahun tënd. Kështu që rekomandohet që nuk është mirë për t'u anku, sidomos tek familjar tanë, pra tek motra, tek rrethi jon familjar, për familjen tonë. Për familjen tonë. Është mirë që të shkojmë te dikush që nuk ka në një lloj interesi personal që të bëjë ty domosdoshmërisht që të ndihesh mirë. Thjesht ai ka ardhur aty se ta do të mirën ty dhe familjes tënde. Mund të marrësh këshillimin e duhur. E duhur, fiks. Për shembull, cilet janë disa nga hapat praktik që ta rregullojmë pak klimën në familje, ta bëjmë më pozitive? Po. Tani hapi i parë praktik. Kjo është më shumë tani për familjet e reja, sepse shpeshherë, domethënë ne mundohemi që të rregullojmë problemet, por është më mirë që të parandalohen ato.
Hapi parë praktik është që për gjithë ata herë që kanë dëshirë për me kriju një familje, është që të mësojmë më përpara se si duhet jetë një familje shëndetshme. Sigurisht mund të pyesësh njerëzit që me vërtet janë shembull në këtë gjë, por një nga gjërat që edhe unë ofroj dhe nuk jam i vetmi që ofroj, është për shembull këshillimi paramartësor. Është një hap konkret për ato që dojnë me kriju familje të reja. Pra je për këshillim paramartësor. Absolutisht, unë në fakt vetë mos ofru këshillimi paramartësor, por atëherë me mendsinë time se unë i di gjitha gjonat, nuk në fakt do ta pranoj, nuk e mora atë këshillim paramartësor. Dhe çfarë ndodhi është që më mrapa, atëherë kur fillova duke pas ato probleme apo gjëra që kisha nevojë për me ditë, kam kërkuar ndihmë. Të paktën ishte mirë në këtë rast. Në aspektin kur problemet janë aty, gjëja e parë është që me kërkuar ndihmë. Dhe siç e thash më përpara, me kërkuar ndihmë te palë që me vërtet nuk kanë një lidhje emocionale me ty që të bësh ty që të ndihesh mirë. Mund të shkosh te një psikolog, mund të shkosh te një këshilltar, mund të shkosh edhe te një person që me vërtet i beson. Gjëja tjetër që unë besoj që është shumë e rëndësishme është që ne të falim. Unë besoj që nuk ka gjë më të mirë se falja në familje. Edhe mos falja, po dëgjoja më përpara, mos falja është sikur të pish helm për veten tënde, pra edhe që mendosh që të vdesja i personit tjetër ose të ndodhi keq një personit tjetër. Mosfalja është pikërisht kur ne marrim një lloj helmi në veten tonë, duke menduar se do t'i bëjmë keq tjetrit. Kur ndërkohë mosfalja edhe vetes, që do të thotë që në fakt mosfalja ndikon negativisht jo vetëm tek ty, por edhe tek personi, por edhe tek rrethi jon. Dhe për shembull, për prindrit, unë për veten time e kam vënë re që është shumë e rëndësishme që një cilësi shumë e shëndetshme, shumë e mirë është që kur ne bëjmë gabim, të shkojmë tek djali apo vajza ose më shkruajt një mesazh, edhe t'i themi shiko, ja futa kot. Kërkoj falje për këtë gjë, sepse në këtë lloj mënyre pastaj ne jemi duke kriju një lloj brezi ku ata nuk do ta kenë turp për me kërku falje. Kjo është ideja. Pra falja është shumë e rëndësishme dhe studimet kanë treguar, në fakt Gottman është një person që ka analizuar marrëdhëniet, dhe sidomos marrëdhëniet në çift, dhe ka dalë në konkluzionin që kur konfliktet ndodhin, që është një diçka që do të ndodhin, se janë pashmangshme, kur falja është aty, çifti, por jo vetëm, por familja bëhet më e ngushtë, sepse ata pastaj fillojnë edhe shikojnë mamin apo babin apo bashortin si një person që me vërtet reflekton me veten e vet. Falja është vërtet një ilaç për shpirtin. Unë vetë jam një person që e kam përjetuar këtë në jetën time, edhe ti je i lirë. Prandaj edhe fjala e Zotit flet shumë për këtë pjesë. Së fundmi ke ndërmarrë një seminar për familjen online. Si rezultoi? A pati i interes? Pse mendon se seminaret të tilla, temat të tilla për të trajtuar janë me interes për publikun? Webinaret janë me interes për publikun për shkak se i ofron edhe një mundësi ku ata mund ta ndjekin kudo. Por në aspektin e temës që kemi folë për 5 cilësitë e një familje të shëndetshme, kemi vënë re në fakt që nuk vinë vetëm prindër, por kanë filluar për me ardhë edhe student, edhe gjithashtu psikolog ose këshilltar që janë në fushën e shëndetit mendor. Dhe kam vënë re që në fakt webinaret duke sikur janë rritje në aspektin e interesit. Pra persona që më shkruajnë më mrapa, që thonë që sa mirë ishte, do doshim që të kishim më shumë tema të tilla. Dhe unë besoj është për shkak se ne nuk flasim mjaftueshëm për këtë temë. Ndoshta është edhe një temë pak shumë e ndjeshme për shumë persona, për me fol për temat shëndetit mendor apo për familjen, por me vërtet janë shumë të rëndësishme. Kështu që ne do vazhdojmë edhe në të ardhmen për me organizu webinare. Po, do të vazhdoni edhe me sigurisht, webinare dhe gjithashtu konferenca. Ne jemi të ftuar edhe në për kisha të ndryshme ku flasim për tema të ndryshme, sidomos në aspektin e temave si të krijojmë një familje të shëndetshme, lidhja emocionale në çift, si të krijojmë kufi të shëndetshëm me fëmijët tonë, si të du më shumë, problemet me adoleshencën. Gjithashtu shkojmë edhe në për shkolla,
atëherë kur shkollat naftojnë për me folë për këto tema me të rinjt dhe me fëmijët. Po, pra pak a shumë këto janë aktivitetet aktuale të organizatës që ju drejtoni, Master Seed Counseling në Shqipëri. A keni ndërmend të bëni ndonjë projekt tjetër përveç konferencës? Si e shikon të ardhmen e kësaj organizate në Shqipëri? Të ardhmen e kësaj organizate ne shohim që ndërgjegjësim, punë sa më shumë në fushën e shëndetit mendor, me dëshirën dhe me vizionin që sa më shumë njerëz të ndërgjegjësohen në këtë fushë. Mendoj që ka shumë punë për të bërë në këtë aspekt, për shkak se edhe për sa i përket numrit, ka shumë pak organizata apo edhe biznese që merren në fushën e shëndetit mendor. Prandaj ne do punojmë fort në aspektin e sensibilizimit, ndërkohë jemi duke ofruar shërbime në fushën e shëndetit mendor dhe kemi pasur sukses për ato që vinë. Po, edhe që duam që punojnë. Po, këshillimet i ofroni tek qendra juaj, konkretisht ku operoni? Në cilat zona? Vetëm për qytetin e Lezhës? Ne operojmë, ne në fakt jemi në qytetin e Lezhës, por për shkak se kemi vënë re që teknologjia na mundson për me ofruar këshillim psikologjik edhe nëpërmjet telefonit, kompjuterit, ofrojmë gjithashtu edhe online. Sigurisht, ka ca persona që preferojnë që të vinë aty, edhe thojmë ndihem pak më i sigurt, po ka persona tash që i preferojnë më shumë takimet online. Dhe kemi vënë re interes. Një gjë vetëm që kam vënë re gjithashtu që duket sikur është një tendencë për ne si shqiptar është që vijmë nga fundi. Kur shikojmë që problemi është bërë keq dhe pastaj thojmë si ta zgjidhim këtë problem se bashortja për shembull do që divorcohet. Ne prap do punojmë me këta persona, por do ishte shumë më mirë që në momentin që, siç folëm për ato shenjat parandaluese, ku për shembull kur ata nuk flasin njëri me tjetrin, është më mirë që të vinë atëherë që të flasin, sesa kur ata pas të flasin njëri me tjetrin, të thojmë kështu bye bye, mirupafshim njëri tjetrit. Pra, ka çifte që vinë dhe persona që vinë kur është pak vonë. Kjo nuk është për të thënë që tash s'ka shpresë, por me vërtet do ishte shumë më mirë që të vinë atëherë kur problemi nuk është kaq i madh. Orgert, nisur edhe nga eksperienca jote, babai 4 fëmijëve, edhe nga gjithë të vite martesë, gjithashtu i krishter. Ti beson tek Jezusi edhe përveç punës tënde ti e vën në praktik fjalën edhe vlerat biblike në jetën tënde. Sa rëndësishëm është besimi i krishterë dhe ecja sipas fjalës së Zotit në çdo gjë që bëjmë jetën tonë, për një familje të shëndetshme dhe jo vetëm. Është shumë e rëndësishme, në fakt, fjala e Zotit është ajo gjë që na mban neve që të ecim përpara dhe fjala e Zotit na mëson neve që mos jemi shumë mësues në kuptimin vetëm për me dhënë leksione, por të japim shembullin ton. Po shikoja një mesazh të një personi që ndjek online që është një pastor, Alistair Begg e ka emrin, besoj që është i njohur dhe ai po fliste në aspektin se si ne duhet jemi një shembull për fëmijët tanë, për familjarët tanë. Edhe ai i bëri pyetje vetes që çfarë fotografish ose shembulli do të kujtojnë djemt dhe vajzat tona për ne. Dhe do doja pak të citoja çfarë ai në fakt po citonte dikë tjetër, por ishte anonim ky prind. Edhe ai tha këtë gjë: kam vendosur të jap më pak leksione, të jap më pak kritika dhe të jap më pak mendime. Tani e tutje, unë do të jap atyre shembullin tim që të jetojnë jetën. Do të jap shembullin tim që të ngushëllohen, të inkurajohen, që t'u ambajnë shpirtin ngrohtë kur unë thot të mos jem më me ta. Sepse kur t'jem larguar, do të ketë vetëm heshtje. Dhe kujtimet që i kam dhënë do ta bëjnë jetën e tyre pak më të plotë, pak më të pasur, pak më të përgatitur për udhëtimin e jetës që i pret. Nga gjithçka që mund t'u jap, asgjë nuk mund të krahasohet me dhuratën e kujtimeve, me shembuj që u kam treguar që ata janë të dashur. Shembulli im do të jetë aty dhe atëherë kur unë nuk do të jem. Unë besoj që për ne si të krishterë, ne kemi nevojë për me jetu fjalën e Zotit, edhe kemi nevojë me dhënë më pak leksione. Sigurisht që ne kemi nevojë që të mësojmë fëmijët tanë, ne kemi nevojë gjithashtu që të mësohemi,
por me vërtet kemi nevojë për me përjetu rreth parë ne, sepse fëmijët janë duke na pa dhe kur të rriten, ata do të jenë duke na dhënë pastaj ato leksionet dhe do të jenë duke na thonë se sa prind të mirë ishim apo nuk ishim. Dhe sigurisht kjo nuk është për të na friksu neve, por është për të na përgatit neve që a jam unë këtu ku jam një person që me vërtet po investoj edhe po jap shembullin në jetën e fëmijëve të mi. Edhe du që të citoj gjithashtu edhe çfarë thot fjala e Zotit e Efesianëve, që për mua shumë sfiduse, dhe ti përmende Nela që ne praktikojmë fjalën e Zotit, ne praktikojmë, po nganjëherë edhe fillojmë edhe dështojmë, por ai gjë që është më e rëndësishme është që ne ngrihemi prap edhe lexojmë fjalën e Zotit dhe thojmë Zot na jep forcë, për shembull që unë, siç e thotë Efesianëve, të jem një bashkëshort më i mirë, të jem një baba më i mirë. Më jep forcë që unë të sakrifikoj jetën time për ta, edhe mos të jem egoist në ato gjërat e vogla që nganjëherë tregoj veten egoist. Pra me pak fjalë, si unë të jem duke transmetuar Krishtin në jetën e bashkëshortes time dhe në jetën e fëmijëve të mi. Kjo është në fakt, kjo është dilema, kjo është sfida jonë. E ulje ngritje kemi, por gjithmonë shkojmë tek Zoti dhe shiko është mirë t'ja nisësh prap nga e para, t'ja nisësh nga e para. Është shumë e vërtetë dhe unë në fakt shuj them dhe tjerëve, edhe njerëzve që vinë këshillim, edhe se nganjëherë na shohin neve sikur jemi këto personat super njerëz që nuk kemi bërë pagabushëm edhe karrierën ku i themi shiko se edhe unë kam bëj këtë gjë. Por e di që pastaj kemi punu me veten tonë dhe jemi mundu që t'jemi më mirë, edhe është fjala e Zotit që është në fakt busulla jonë. Edhe na mban. Edhe na mban neve. Do të kishe një mesazh inkurajimi përmbyllës për familjet e reja, Orgert? Mesazhi inkurajimit është ky, që të punojnë me veten e tyre, të ecin përpara, edhe kur ata janë fort në fjalën e Zotit, jam i sigurt që Zoti do t'i bekojë, jo se ato janë thjesht duke zbatuar fjalën e Zotit, por është premtimi që thot në fjalën e tij që kur ne ecim sipas statuteve të tij, Perëndia do të jetë duke na bekuar neve. Lavdi Zotit, falenderojmë për këtë intervistë, shumë sukses Orgert ty dhe stafit tënd. Faleminderit dhe juve për gjithçka që u Faleminderit, ishte kënaqësi kjo intervistë. Një kujtesë për gjithë ne, familja është investimi më i rëndësishëm që kemi. Familja nuk bëhet e fortë rastësisht, ajo ndërtohet çdo ditë me dashuri, me falje, me komunikim, me përkushtim. Rikthehemi pas pak në studio me një tjetër të ftuar.